Herën e fundit, unë fola për mënyrën se si plani I Perëndis po vihet në zbatim përmes kombit të Izraelit. Ndoshta disa prej jush tashmë jeni në dieni. Por kombi I Izraelit u shkatërrua në vitin 70 pas Krishtit dhe afërsisht për 1900 vjet, ata që ndruan si një komb pa pasur një vend të vetin. Por së fundmi, toka filloi të rikthehej dhe në vitin 1948, Izraeli u rivendos si një komb I pavarur dhe më pas u pranua edhe si shtet antar I kombeve të bashkuara. Ky komb, që ishte zhdukur për gati 2000 vjet, u shfaq befas edhe një herë. Më parë pati ekzistuar një komb I Izraelit, por ai ishte zhdukur për afro 1900 vjet, ku më pas kombi I Izraelit u rivendos. Kjo ngjarje është një gjë vërtet e jashtëzakonshme në këtë botë. Dhe është diçka që ka një rëndësi jashtëzakonisht të thellë. Njerëzit mund të mendojnë se është diçka e zakonshme që një vend të zhduket dhe më pas të vijë sërish në ekzistencë. Edhe mund të mendojnë se është e mundur që gjërat të tilla të ndodhin. Por nëse e konsiderojnë këtë situatë duke pasur parasysh Biblën, mund të shohim se kjo gjë ishte një ngjarje shumë e madhe, e cila ka një domethënie të jashtëzakonshme. Megjithatë, duket se njerëzit nuk I kushtojnë ndonjë vëmendje të veçantë këtij fakti. Sot, me anë të Biblës, ne do t'i hedhim një vështrim kombit të Izraelit në lindjen e mesme. Ky është një komb që ka tërhequr vëmendjen e të gjithë botës, dhe ne do të shqyrtojmë se pse ky vend është rivendosur edhe një herë. Dhe pse ka kaq shumë polemika, dhe pse kaq shumë konflikte kanë lidhur me këtë komb. Ne do të marrim Biblën si bazën tonë ndërsa kërkojmë arsyen lidhur me këtë gjë. Ne do të shohim se, për sa I përket kësaj bote, fundi është afër dhe dita kur Jezusi do të kthehet në këtë botë po afrohet. Korea u poshtua nga Japonia për 36 vjet. Dhe kombi I quajtur Republika e Koresë u zhduk. Por më pas 36 vjetësh, Korea u çlirua dhe u themelua edhe një herë si kombi pavarur. Po ashtu edhe vendet e tjera në rajonin e Azisë juglindore, si Laosi, Vietnami, Kambodja, India dhe Indonezia ishin të gjitha, për një periudhë kohore në sundimin e vendeve të tilla, si Portugalia, Franca dhe Anglia, dhe më pas u bën të pavarur. Por, përveç Izraelit, nuk ka asnjë shembull tjetër të një kombi që është zhdukur, ku qytetarët e të cilit janë shpërndarë nëpër botë për gati 2000 vjet, dhe që më pas u kthyen përsëri në tokën e tyre. Në rastin e Izraelit, jo shumë izraelitë mbetën në atë vend. Shumica e tyre u shpërndan në të gjithë botën. Ata u morën si të burgosur dhe jetuan edhe të huaj. Vetë toka u bë pronë e kombeve të tjera dhe njerëzit u shpërndan në të gjithë botën. Kjo situatë vazhdoi jo më pak se rreth 1900 vjet. Por më pas këta njerëz u kthyen dhe krijuan edhe një herë një komb të pavarur. Kjo gjë nuk ka ndodhur kurrë më parë me ndonjë komb tjetër. Ndërsa po studiojmë sot Biblën, ne do të shohim se si ngjarje të tilla bazohen në Bibël dhe se si plani I Perëndis, I cili u shkrua shumë kohë më parë, rreth 2 ose 3000 vjet më parë, është përmbushur dhe vazhdon të përmbushet ashtu siç thuhet në Bibël. Ne do të shohim disa prej këtyre ngjarjeve përmes Biblës. Le të shkojmë tani tek Bibla. Jeremia, kapitulli 30.
ndodhet në Dhjatën e Vjetër. Jeremia, kapitulli 30. Do të lexoj duke filluar nga vargu 1 deri në vargun 3. Fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit duke thënë: Kështu thot Zoti, Perëndia i Izraelit. Shkruaj në një libër tërë fjalët që të kam thënë, sepse ja, ditët po vijnë, thot Zoti, gjatë të cilave do të kthej nga robëria popullin tim të Izraelit dhe të Judës, dhe do t'i kthej në vendin që u dha shetërve të tyre, dhe ata do t'a zotërojnë. Libri i Jeremias u shkrua rreth 2550 ose 2560 vjet më parë. Pra, ai u shkrua në një kohë shumë përpara se Jezusi të lindte, rreth 550 ose 560 vjet para lindjes së tij. Kjo profeci u bë shumë kohë më parë dhe ishte përpara se izraelitët të shpërndaheshin në përbot dhe përpara se të çoheshin në robëri. Shumë nga shkrimet në librin e Jeremias erdhën për shkak të robërimit të izraelitëve në Babiloni. Por ekziston një kuptim i dyfisht pas kësaj. Izraelitët u kapën dhe u shpërndan në të gjithë botën. Por këto fjalë profetike thanë se në një moment të caktuar, ata do të rivendoseshin dhe do të ktheheshin në tokën e tyre. Nëse shikoni këtu në vargun 2 thot: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, shkruaj në një libër tërë fjalët që të kam thënë. Fjalët që janë shkruar këtu janë fjalët e Biblës. Perëndia ja zbuloi këto gjëra profetit Jeremia dhe i tha që t'i shkruante në një libër ngjarjet që do të ndodhnin në të ardhmen. Fjalët që ai shkroi në atë kohë përbëjnë tani librin e Jeremis. Pra, ndërsa lexojmë librin e Jeremias, mund të shohim nëse fjalët e Perëndis janë të vërteta dhe nëse ngjarjet kanë rrjedhur vërtet në këtë mënyrë. Vargu 3. Sepse ja, ditët po vijnë, thot Zoti, gjatë të cilave do të kthej nga robëria popullin tim të Izraelit dhe të Judës, dhe do t'i kthej në vendin që u dhash etërve të tyre. Ai do t'i kthej sërish në tokën që ai u kishte dhënë para ardhësve të tyre, dhe ata do ta zotërojnë. Është shkruar 2500 vjet më parë këtu në Bibël se izraelitët që ishin shpërndar në të gjithë botën do të ktheheshin në tokën e tyre dhe do ta rimerrnin atë. Padyshim që ju keni dieni për konfliktin në lindjen e mesme. Vendet në lindjen e mesme si Egjipti, Siria, Jordania, Libani, vendet që e rrethojnë Izraelin, kanë rrëmbyer armët kundër Izraelit, duke çuar në luftra të lindjes së mesme. Lufta e tretë e këtyre luftrave të lindjes së mesme quhet lufta 6 ditore dhe u zhvillua në vitin 1967. Ajo ishte lufta e tretë nga luftrat e lindjes së mesme. Në kohën e luftës 6 ditore, trupat izraelit pushtuan të gjithë tokën e Izraelit. Këtu është vendi i Izraelit. Ky është deti i vdekur dhe në veri është deti i Galilejs. Kjo tokë është sa për masat e shtetit të New Jersey. Para luftës 6 ditore, izraelitët hynë në këtë tokë dhe u vendosën atje. Është edhe një rajon që quhet Bregu Perëndimor. Ky është lumi Jordan. Bregu Perëndimor është rajoni në perëndim të lumit Jordan që shtrihet në Jeruzalem dhe rajone të ndryshme në veri dhe në jug. Kombi i Jordanis e kishte pushtuar këtë zonë. Në veri janë lartësitë e Golanit, të cilat ishin pushtuar nga Siria. Egjipti kishte pushtuar zonën në jug.
Palestinezët jetonin këtu, të shpërndarë në të gjithë këtë rajon. Në vitin 1967, në kohën e luftës 6 ditore, trupat izraelite pushtuan të gjithë këtë zonë deri në Gadishullin e Sinait në jug. Të gjithë rajonin në perëndim të lumit Jordan, zonën e quajtur si bregu perëndimor, dhe rajonin e lartësive të Golanit në verilindje. Ata morën të gjithë këtë rajon. Këto rajone u përfshin në tokën e Izraelit. Izraeli mori nën kontroll gjithë këtë tokë. Kjo gjë u profetizua në fjalën e Perëndis, që u shkruar në Bibël 2500 ose 600 vjet më parë. Nëse hithni një vështrim në vargu 1 ai thotë: fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë: Zoti do të thotë Perëndi, apo jo? Këto janë fjalët e Perëndis të shqiptuara me anë të Jeremias. Pra, këto fjalë në Bibël janë fjalët e Perëndis. 2500 vjet më parë, fjalët e Perëndis thanë se në këtë kohë të caktuar, izraelitët do të ktheheshin dhe do të pushtonin sërish të gjithë vendin e tyre. Dhe këto fjalë janë realizuar pikërisht ashtu siç janë shkruar. Kështu, ajo luftë përfundoi me Izraelin, që mori tokat që ishin pushtuar nga Jordania, Egjipti dhe Siria. Pra, mund ta shohim qartë se fjalët e Biblës u përmbushën pikërisht ashtu siç u shkruar. Më pas, le të shkojmë tek Isaia, kapitulli 60. Isaia është libri përpara Jeremias. Isaia, kapitulli 60. Të lexoj duke filluar nga vargu 4. Nga vargu 4. Isaia, kapitulli 60, vargu 4. Është në dhjetën e vjetër. Ngri sytë e tu rreth e qark dhe shiko. Mblidhen të gjithë dhe vinë tek ti. Bitë e tu do të vinë nga larg. Këtu bëhet fjalë për bitë e izraelitëve. Po thot që bitë e Izraelit do të vinë nga larg. Dhe bijat e tua do t'i sjellin në krah. Ato do të silleshin përsëri në krahët e tyre. Atëherë do të shikosh dhe do të jesh i kënaqur, zemra jote do të rahë fort dhe do të hapet sepse bollaku i detit do të vijë tek ti. Pasuria e kombeve do të vijë tek ti. Shikoni se çfarë thot këtu. Libri i Isaias u shkrua rreth 2600 vjet më parë. U shkrua pak përpara librit të Jeremias. 2600 vjet më parë, Perëndia shqiptoi këto fjalë profecie nëpërmjet profetit me emrin Isaia. Edhe këtu, Perëndia profetizoi se izraelitët, pasardhësit e tyre, do të ktheheshin në vendin e tyre nga larg, dhe do të ktheheshin duke mbajtur me vete djemtë dhe vajzat e tyre. Një pikë së cilës duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë, këtu ndodhet në vargun 5. Atëherë do të shikosh dhe do të jesh i kënaqur, zemra jote do të rahë fort. Kjo nënkupton se kur kjo gjë të ndodhë, do të ketë buzëqeshje në fytyrat e izraelitëve. Zemrat e tyre do të shkëlqejnë. Pse kështu? Sepse bollaku i detit do të vijë tek ti. Pasuria e kombeve do të vijë tek ti. Pasuria e kombeve do të vijë tek ti. Pasuria e botës do të vijë tek ti. Këtë po thot këtu. Një ngjarje e ndodhur si shembull ishte lufta e Gjirit. Lufta në Gjirin persik. Çuditërisht, edhe në kohën e luftës së Gjirit, ishin kombet arabe që synonin Izraelin. Iraku e sulmoi Izraelin në atë kohë lufte. Por çuditërisht, në atë kohë, e gjithë bota ishte prekur ekonomikisht nga kjo luftë.
Sigurisht, Shtetet e Bashkuara morën drejtimin dhe kombinuan forcat me disa kombe për të bërë këtë luftë, por përmes kësaj lufte, Izraeli u pasurua më shumë. Pse ndodhi kjo gjë? Iraku lëshonte vazhdimisht raketa Scud në drejtim të Izraelit. Kështu që Izraeli kërcënoi me hakmarrje, duke kërcënuar se do të përdorte armë bërthamore ose do të sulmonte kokë më kokë. Duke qenë se ata vazhduan këtë kërcënim, Shtetet e Bashkuara u përpoqën të qetësonin situatën dhe ndihmuan Izraelin, duke siguruar raketa Patriot, ndërsa Franca dhe Gjermania dhe vende të tjera i dërguan shuma të mëdha parash Izraelit. Ky është vetëm një shembull, por në këtë mënyrë pasuria e botës, pasuria e jo hebrejve, u kthye në Izrael, siç thuhet në këtë varg. Izraeli ka ndikim në të gjitha aspektet ekonomike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bankat dhe korporatat e mëdha kontrollohen të gjitha prej tyre. E tillë është shtrirja e përkatësive të tyre. Në çdo rast, ne mund të shohim qartë se ka një mundësi të madhe që të vijë koha kur e gjithë kjo pasuri të çohet drejt Izraelit. Në këtë varg thuhet: pasuria jo hebrejve do të vijë tek ti. Mund të jemi të sigurt se ngjarjet do të ndodhin pikërisht siç thuhet këtu. Pikërisht para kësaj thuhet: pollaku i detit do të vijë tek ti. Nëse vështroni këtu, ka 3 dete në Izrael. Ky është deti Mesdhe, i referuar shpesh si deti i madh. Pastaj më në brendësi të tokës ekziston një grumbull uji i quajtur deti i vdekur, i njohur edhe si deti i kripur. Pastaj, nëse shkoni në veri, është deti i Galilejs. Ky nuk është në të vërtetë një det, është një liçen, por në Bibël ai përmendet si deti i Galilejs. Deti i Galilejs. Këtu ndodhen këto 3 dete dhe njëri prej tyre është shumë i veçantë. Ky është deti i vdekur. Deti i vdekur ndodhet në pjesën më të ulët të tokës. Duke qenë se është në pjesën më të ulët, uji rrjedh drejt detit të vdekur, por nuk ka se ku të rrjedh përsëri. Uji hyn në të, por më pas avullon shpejt. Pavarësisht se sa shumë ujë mund të rrjedhë në det, nuk ka ku të rrjedhë përsëri, duke e bërë ujin e mbetur shumë të kripur. Ky është uji më i kripur në botë. Kur një njeri hyn në ujërat e këtij deti dhe shtrihet horizontalisht, ai do të qëndrojë pezull në sipërfaqe. Uji është shumë i kripur. Kur një njeri del nga uji, ai mbulohet me një shtresë të trashë dhe duhet shumë kohë që të lahet. Ekziston një mineral i veçantë, i quajtur oksidi i kalciumit, i cili gjendet në baltën e detit të vdekur. Kur nxirret dhe përpunohet, ai mund të përdoret në produkte ushqimore dhe mund të përdoret si përbërës i vlefshëm edhe për produkte të tjera. Një gamë e tërë mineralesh të tjera mund të gjenden në detin e vdekur. Kur shkova në Izrael, shkova për të parë edhe detin e vdekur. Nëse shikoni këtu, kjo është një fotografi e një fabrike magnezi në brigjet e detit të vdekur. Është një fabrik kripe dhe ju mund ta shihni gypin e gjatë të Oxhakut. Deti i vdekur njihet për kripën e tij, por në fakt, shumë produkte të ndryshme prodhohen nga kjo bimë si këtu. Qeveria izraelite i ka zhvilluar dhe po i drejton këto fabrika. Çfarë tregon kjo? Na tregon fjalët në Bibël që thonë: pollaku i detit do të vijë tek ti. Këto fjalë, të cilat u shkruan 2600 vjet më parë, po përmbushen saktësisht ashtu siç janë shkruar. Tani, hidhi në një sy vargu 8. Vargu 8. Ju lutem lexoni pas meje. Kush janë këta që fluturojnë si një re dhe si pëllumba në drejtim të faleve të tyre? Më herët ju thash kohën se kur u shkrua libri Isaias. Kur u shkrua? U shkrua 2600 vjet më parë.
Ju lutem më thoni nëse e dini përgjigjen për pyetjen e vijim. Sa kohë ka që u shpik avioni i parë? 몇 년쯤 된다고 봐요? Nuk e dini? 모르시죠? Sa kohë ka kaluar që kur u prodhua avioni i parë? Ndodhi rreth 100 vjet më parë. Në fakt, u prodhua 조금 넘었습니다만. pak më shumë se 100 vjet më parë. Por kaq. 근데 이 성경 Tani shikoni se çfarë thot këtu në Bibël. 2600 Kjo u shkrua 2600 vjet më parë 이스라엘 dhe thot se kur izraelitët do të ktheheshin në Adeun e tyre, ata do të fluturonin si një re dhe si plumba në falet e tyre. 자리로 날아오는 것처럼 날아온다라고 Kështu thot Bibla. 성경에 기록이 되어 있습니다. Sado që të përpiqeshin, si mund ta imagjinonte dikush diçka të tillë 2600 vjet më parë? Edhe sikur 100 vjet më parë, dikush do të kishte thënë, 좀 전에 nuk do të kaloj shumë kohë përpara se njeriu të fluturojë në qiell. Njerëzit do të përgjigjeshin duke thënë, mos je i çmendur apo çfarë? Mos fol marrëzi të këtilla. 어떤 소리 좀 작게. Si mundet që njerëzit të fluturojnë në ajër? 아니 어떻게 공중을 날아다녀? A nuk mendoni që njerëzit do ta qortonin? 하지 않았겠어요? E megjithatë, 2600 vjet më parë 2600년 ishte shkruar në Bibël se kur izraelitët do të ktheheshin në tokën e tyre, pasi kishin qenë shpërndarë nëpër botë, ata do të fluturonin. Bibla thotë se ata do të fluturojnë si një re që qëndron në ajër dhe si një pëllumb që fluturon. Kur bëhet fjalë për shtetin e Izraelit, ai është i rrethuar nga të treja anët nga vende armike. 한 면은 바다. Nga tre anë ka kombe armike dhe pjesa e mbetur kufizohet me det. 우리나라도 Korea e Jugut është në një situatë të ngjashme. 일본에서 Mund të vini këtu me anije nga Japonia, 온다든지 kështu ndodh tani. 가능한 얘기는 합니다만은 Por kjo nuk ishte e mundur në të kaluarën, apo jo? 우리나라 비슷한 나라입니다. Izraeli është i ngjashëm. 자기 나라로 돌아가 Që izraelitët të kthehen në Adeun e tyre, rruga e vetme është me avion. 비행기로만 E vetmja mënyrë për të hyrë në këtë vend është me avion. 그래서 이 Prandaj, ndërsa izraelitët kthehen në tokën e tyre, nga gjithë bota, ata vinë të gjithë me avion. 그래서 이런 걸 Nëse shikoni këto artikuj gazetash këtu, 여기 ne kemi tituj të tillë si 400.000 hebrejve të Rusisë ju lejuat të dilni. 기사도 한번 난 적이 있습니다. 또 Shikoni këtë titrin. 여기 보세요. 14.500 vinë me avion. 공수 Eksodi i hebrejve etiopian. 하는 이디오피아 유대인 엑소더스 14.500 etiopian u transportuan papritur nga ajri. 날라버렸습니다. Etiopianët kanë nuanca më të errta lukure, por këta njerëz ishin hebrej. 그게 유대인들이 Pra, kur të gjithë këta njerëz u kthyen në Adeun e tyre, ata udhëtuan me avion. 갈 때에 비행기로 갔다 이렇게 했습니다. Kam lexuar gjithashtu në një artikull gazete për hebrejt që ktheheshin në vendin e tyre me avion nga Jemeni Verior dhe Jugor. 그래서 이스라엘 나라는 Kështu që të gjithë izraelitët që ktheheshin në vendin e tyre duhet të shkojnë me avion. 그러한 역사입니다. Pra, ajo çfarë Bibla thot këtu është e vërtetë apo jo? Çfarë mendoni ju? Është shkruar 2600 vjet para se izraelitët të ktheheshin në Adeun e tyre, që ata do të fluturonin si një re dhe si pëllumba. 처럼 날아온다. Kjo nuk do të ishte e mundur nëse nuk do të ishte për fjalët e Perëndis, i cili e sheh dhe të ardhmen në një çast. Pra, mund të dalim në përfundim se Bibla është fjala e Perëndis. 말씀이다 이 말입니다. Bibla nuk është fjala e njerëzve. Është fjala e Perëndis që ai ja dha njeriu me anë të frymëzimit të frymës së shenjtë. 하나님의 말씀이다 이거예요. Tani, le të shkojmë tek Jeremia kapitulli 31, vargu 8. Vargu 8. Jeremia kapitulli 31, vargu 8. 31장 8절 Vargu 8. 읽겠습니다. Ja, 내가 unë po i kthej nga vendi i veriut dhe po i grumbulloj nga skajet e tokës. 에서부터 모으리니 Midis tyre është i verbri dhe Çalamani, gruaja me barë dhe bashkë me të ajo që ka për të pjellë. 함께하여 Një turme e madhe do të kthehet këtu. 그것으로 돌아오되 Do të vinë duke qarë. Do t'i çojë duke u lutur. 인도함을
간구할 때에 do t'i bëj që të ecin gjatë rrjedhave ujore nëpër një rrugë të drejtë, në të cilën nuk do të pengohen, 나는 이스라엘의 아비요 sepse jam një atë për Izraelin dhe Efraimi është i parëlinduri im. 땅에서 Shikoni se çfarë thuhet këtu. Unë do t'i kthej nga vendi verior. 해낸다. Unë do t'i kthej nga vendi verior. 들었습니다만은 Ua tregova këtë më herët, por ky artikull daton në dhjetor të vitit 1985 dhe tregon se 400.000 hebrej u kthyen pas marrjes së lejes. 자, 여러분이 아시는 대로 Ju ndoshta e dini këtë. A mund të përgjigje dikush që lutem? 고르바초프라는 Çfarë politike prezantoi Gorbaçovi? Gorbaçovi. Njerëzit e quanin Gorbi. Perestrojka. Ai prezantoi politikën e perestrojkës. 발표했습니다. Ishte një politikë reformash, 근데 por shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm se programi i perestrojkës në fakt u dha lirinë të gjithë hebrejve që banonin në Bashkimin Sovjetik që të ktheheshin në Izrael. 자유를 얻어가지고 이스라엘로 돌아가도 좋다는 그 정책입니다. Pak kohë pas u prezantua politika e perestrojkës, Gorbaçovi mori fund. 이란 사람은 그만 Bashkimi Sovjetik u zvendësua dhe Gorbaçovi u largua nga pozicioni i tij si president. 물러나고 그리고 Kështu ndodhi. Fillimisht, përpara çlirimit, në Rusi jetonin rreth 2.500.000 hebrej. 250만 명이 살고 있어요. 250. 2.500.000. Por sovjetikët i përndoqën ashpër izraelitët. 이스라엘 사람들을 굉장히 핍박을 하고 Rusët filluan t'i përndiqnin hebrejt shumë ashpër. 너희들 때문에 우리가 못 산다. Ata u bënin telefonata kërcënuese në mes të natës, duke thënë se ishte për shkak të hebrejve që standardi i tyre jetesës po binte. Ata qëllonin me gur dritaret e tyre dhe u thyenin xhamat. Pra hebrejt përjetonin kërcënime të tmerrshme. Por kur u prezantua politika e perestrojkës, ata patën mundësinë që të ktheheshin në atë dheun e tyre. 보라네가 그들을 북 Vështroni se çfarë thotë këtu. Këtu thuhet: Ja, unë do t'i kthej nga vendi i veriut. 2500-600년 전에 Sot, ne mund të shohim me sytan, ndërsa këto ngjarje shpalosen në përputhje me fjalët e profetizuara 2500 ose 600 vjet më parë. 쉬고 있는 것을 우리가 이 눈으로 볼 수 있는 이런 현상입니다. 그래서 Pra, 성경은 Bibla 사실- është e vërtetë. 성경은 Bibla flet për gjëra që janë të vërteta. Nuk është një përmbledhje e paqartë dhe abstrakte e tregimeve të sajuara. 꿈에서 한 얘기가 아니에요. E gjithë Bibla është e vërtetë, nga fillimi deri në fund. 10가지, 100가지 전부가 사실이에요. Nëse Bibla është e vërtetë, kjo nuk është diçka e zakonshme. Është një problem i madh. 굉장히 큰 문제입니다. Tani, le të shkojmë tek Ungjilli i Lukës kapitulli 21. 성경 Është në dhjatën e re. Luka kapitulli 21. Luka kapitulli 21. 페이지입니다. Në dhjatën e re. 신약 성경 100 Luka kapitulli 21. Do të lexoj duke filluar nga vargu 20. Vargu 20. Dhe kur të shikoni Jeruzalemin të rrethuar nga ushtrit, 유대들에게 ta dini se shkretimi i saj është afër. 그 멸망이 Atëherë, ata që janë në Jude të ikin në male, 그때 dhe ata që janë në qytet të largohen, dhe ata që janë në fusht të mos hyjnë në të, 초원에 sepse ato janë ditë të hakmarrjes, 날들은 që të përmbushen të gjitha ato që janë shkruar. 형벌의 날이니라. Tani, vargu 24. Dhe ata do të bien nga tehu i shpatës, do t'i çojnë robër ndër të gjitha kombet, dhe Jeruzalemin do ta shkelin paganët, 차기까지 derisa të plotësohen kohët e paganëve. 이 말씀은 예수님이 하신 Jezusi i foli këto fjalë. 예수님께서 Jezusi është duke profetizuar këtu për rënien e Izraelit që do të ndodhte në të ardhmen. 번째로 점 Ai profetizoi se kur Jeruzalemi të pushtohej për herë të dytë, ai do të shkatërrohej. Kjo do të ndodhte pasi Izraelitët e hodhën poshtë Jezusin dhe hodhën poshtë Perëndin. 때문에 그렇습니다. 우리가 Ne e studiuam këtë herën e fundit apo jo? 그들의 하나님 Perëndia kishte thënë se nëse ata rebeloheshin kundër tij, ata do të hanin mishin e bijeve dhe bijave të tyre. 버리고 Ata do të shpërndaheshin në përbot,
tokat e tyre do të shkretoheshin, dhe ai do të nxirrte shpatën pas tyre. 그 말씀하신 Ndodhi ashtu siç ai kishte thënë. 예수님께서 한 Këtu Jezusi profetizoi edhe një herë për këtë çështje, që do të ndodhte rreth 40 vjet pas tij. 그렇게 Ndërsa profetizoi në këtë mënyrë, këtu thotë: 너희가 예루살렘이 Dhe kur të shikoni Jeruzalemin të rrethuar nga ushtritë, ta dini se shkretimi i saj është afër. 근데 그 예루살렘 Çfarë do t'i ndodhë më pas Jeruzalemit? 저희가 Dhe ata do të bien nga tehu i shpatës. 모든 이방 Do t'i çojnë robër ndër të gjitha kombet, dhe Jeruzalemin do ta shkelin paganët, derisa të plotësohen kohët e paganëve. 이방인의 Çfarë kuptimi ka këtu kur thotë, derisa të përmbushen kohët e jo hebrejve? Ky është mundimi 7 vjeçar. 7년 환란입니다. Pra, kur filluan kohët e jo hebrejve, filluan rreth vitit 600 para Krishtit. 200년경에 시작이 됐습니다. Në këtë kohë, Jeruzalemi u shkatërua për herë të parë. 멸망할 때에 시작된 Pastaj ndodhi shkatërimi i dytë i Jeruzalemit, dhe në të ardhmen do të shkatërrohet për të tretën herë. 그러면은 이 Kështu, kohët e jo hebrejve filluan që kur Jeruzalemi u shkatërua për herë të parë. 그러면 이제 이 이방인의 Kur do të marrë fund koha e jo hebrejve? 끝이 여기 와서 Kjo do të ndodhë këtu. Si do të marrë fund? 하면은 Do të ndodhë me ardhjen e dytë të Jezusit. Jezusi u ringjall nga të vdekurit dhe u ngjit në qiell. Dhe kur ai të vijë përsëri, koha e jo hebrejve do të marrë fund. Që nga ajo kohë, për 1000 vjet, Jezusi do të sundojë mbi të gjithë botën nga Jeruzalemi, dhe koha do të vijë përsëri për Izraelin. 이스라엘의 시대가 다시 옵니다. Kështu, koha e jo hebrejve merr fund këtu. Këtu në vargu 24 thotë: 여기 24절에 Dhe ata do të bihen nga tehu i shpatës. Do t'i çojnë robër ndër të gjitha kombet. Do t'i çojnë robër ndër të gjitha kombet. Ata u çuan në robëri në vitin 70 pas Krishtit. 예루살렘은 Dhe Jeruzalemin do ta shkelin paganët derisa të plotësohen kohët e paganëve. Siç e thash më parë, në vitin 1967, Jeruzalemi ju kthye Izraelit. Jeruzalemi ju kthye Izraelit. 것으로 돌아와 버렸어요. Para asaj kohe, Jordania, 이스라엘 것으로 e njohur atëherë si Transjordania, kishte pushtuar Jeruzalemin lindor, duke përfshirë qytetin e vjetër i cili shumë kohë më parë kishte qenë vendodhja e tempullit. 옛날 성전터가 있던 그곳인데 Por në vitin 1967, ushtria izraelite rimori Jeruzalemin. 근데 67년도에 그 예루살렘을 점령해 버렸어요. 이스라엘군이. Mund të krijojmë përshtypjen se kjo shënoi fundin e kohërave të jo hebrejve, 이방인의 때가 por ende nuk ishte kështu. 났다는 뜻이겠지만은 Më lejoni ta shpjegoj arsyen. Në mes të Jeruzalemit është vendi ku Solomoni pati ndërtuar tempullin. 옛날에 솔로몬이 성전을 지었던 그 자리입니다. Vendi njihet edhe me emrin Mali i Sionit. Ky është vendi ku u ndërtua tempulli i Salomonit. 그 자리 Por tani ka 2 xhami të ndërtuara atje. 해교 사원이 두 2 xhamit që janë aktualisht atje janë xhamia Al-Aqsa dhe xhamia e Omarit. 사원이 지금까지 Por ditën kur këto xhami do të shkatërrohen plotësisht dhe tempulli i Izraelit të rindërtohet, territori do të bjerë me të vërtetë në zotërimin e Izraelit. 지어지면은 완전히 이스라엘 것으로 돼버리고 맙니다. Përgatitja për ndërtimin e tempullit është në vijim, 성전 지을 준비는 por xhamit ende nuk janë shkatëruar. 해교 사원을 철거를 아직 못하고 있어요. Që nga koha kur Izraeli e mori të gjithë Jeruzalemin në vitin 1967, është dëshmi se fundi i kohërave të jo hebrejve është afruar. 내가 가까웠다는 증거라요. Nga këtu mund të nxjerrim edhe një pikë tjetër. 우리가 한 가지 알 수 있는 것이 뭐냐면은 Izraelitët po kthehen në vendin e tyre. 민족이 Cila është domethënia e kthimit të izraelitëve në atë dheun e tyre? 뭘 말하느냐? Kjo do të thotë që koha që Jezus Krishti të kthehet në këtë botë është pothuajse afër. 재림하실 때가 거의 됐다. Atëherë do të vijë koha që Jezusi të mbretërojë, një kohë paqeje e përsosur, kur nuk do të ketë mëkat. 현재 이 죄의 역사는 요 시점에서 Në atë moment, periudha e tanishme e mëkatit do të marrë fund. 민족이 자기 Kthimi i izraelitëve në tokën e tyre është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme. 사건입니다. Nuk është një çështje e parëndësishme. 사건이 아니에요.
Izraeli është bërë një komb i pavarur, 나라가 por ka ende mjaft izraelit të shpërndarë në përbot. 세계에 흩어져 있는 Nuk i di numrat e sakt, por ka rreth 6 milion hebrejnë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara dhe ka ende më shumë që jetojnë në Amerikën e Jugut. 이제 다 돌아 Shumica e atyre që jetonin në Rusi janë kthyer. Tani shikoni vargu 29. Vargu 29. 9절 Pastaj u tha atyre një shëmbulltyr: 이르시되 Vini re fikun dhe të gjitha pemët. 모든 나무를 보라 Kur ata nisin e mugullojnë, duke i parë, ju vete kuptoni se vera është afër. 자연이 안하니 Kështu edhe ju. 너희가 이런 Kur ju të shikoni se po ndodhin këto, ta dini se mbretëria e Perëndis është afër. Vështroni se çfarë thot këtu. 두 종류의 Jezusi tregoi një shëmbulltyr duke ju referuar dy lloje pemësh. Njëra është fiku dhe tjetra janë të gjitha pemët. 하나는 여러 나무인데 모든 Çfarë përfaqësojnë ato? 이건 뭘 말하는 것이냐 하면은 Ato simbolizojnë një komb dhe kombet. 상징하는 것입니다. Kur thot të gjitha pemët, 나무라고 했는데 kjo referohet të gjitha kombeve. 뭘 말해요? Pra, nëse mendojmë për kombet e botës, Bashkimi Sovjetik tani është shpërbër 그런 연방이 dhe është formuar një Commonwealth i shteteve të pavarura. 형성돼 가지고 Në rajonin ku dikur ndodhej Bashkimi Sovjetik, 그 나라가 지금 tani ekziston një federatë me rreth 12 ndarje administrative. Disa shtete të reja kanë ardhur në ekzistencë. 전체 Para mbarimit të luftës së dytë botërore, në këtë botë kishte rreth 60 kombe. 해방 전에 Kjo ishte përpara përfundimit të luftës së dytë botërore. 해가 빠지 Perandoria britanike referoi si toka mbi të cilën dielli nuk perëndonte kurrë. 그렇게 말했어. Kështu thoshin njerëzit. 영토가 Kjo ndodhte për shkak se Britania kishte dominim mbi kaq shumë fusha anë mban botës, saqë dukej sikur rrezet e diellit shkëlqenin gjithmonë në të paktën një pjesë të territorit të tyre. 모든 민족이 Por në përfundim të luftës së dytë botërore, shumica e këtyre kombeve në mbar botën morën pavarësinë. 나라쯤 되느냐 Tani ka më shumë se 180 shtete në botë. 개 이상 됩니다. Në Bibël thuhet: Vështroni të gjitha pemët, 회복이 되면은 kur ato nisin të mugullojnë, 그 중에 또 kur ato të çelin. Një nga pemët është edhe fiku. 무화과 나무는 Fiku përfaqëson kombin e Izraelit. 을 말하는 것입니다. 자 보세요. Kur Izraeli, i cili ishte zhdukur 2000 vjet më parë dhe të gjitha kombet e tjera të botës u bën të pavarura, çfarë kuptimi kishte kjo? 그것이 무엇이냐? Le ta lexojmë përsëri, vargu 29. Pastaj u tha atyre një shëmbëltyr: Vini re fikun dhe të gjitha pemët. 보고 여름에 Kur ata nisin e mugullojnë, duke i parë, ju vetë kuptoni se vera është afër. 나는 것을 Kështu edhe ju, kur do të shikoni se po të ndodhin këto, ta dini se mbretëria e Perëndis është afër. 사람들은요. Për shkak se nuk e njohin Biblën, njerëzit nuk e din domethënien e marrjes së pavarësisë së të gjitha kombeve dhe të Izraelit të pavarur. Ata nuk e din pse po ndodhin këto gjëra, apo çfarë fshihet pas kësaj. 이런 때가 없었는데 온 Kjo nuk ka ndodhur kurrë në të shkuarën, por tani të gjitha kombet e botës kërkojnë liri dhe kanë kërkuar pavarësi. 뭐냐? Çfarë do të thotë kjo? 또 이스라엘 민족이 회복 Cila është rëndësia e rivendosjes së Izraelit? 하나님의 Do të thotë që mbretëria e Perëndisë është afër. 그러니까 Pra, historia e botës, 이 세상 historia e kësaj bote, është rrjedha e ngjarjeve që synon vendosjen e mbretërisë së Perëndisë. 나라를 만들어내기 위한 역사가 아니고 무엇이에요? Jezusi tha: 이런 일이 일어나는 것은 Kur do të shikoni se po ndodhin këto, ta dini se mbretëria e Perëndisë është afër. 했는데 Mendoni për këtë. 하나님 나라 A jeni gati për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë? Mbretëria e Perëndisë nuk është e hapur për çdo kënd dhe këdo. Ju nuk mund të dilni vullnetar dhe të prisni të hyni. 한다고 해서 들어가는 게 아닙니다. Ju lutem përsëriteni pas meje. 하나는 저 따라 한번 읽어보세요. Nëse ndokush nuk ka lindur sërish, 하면 ai nuk mund të shohë 하나님의 나라를 mbretërinë e Perëndisë. 물과 성령으로 Nëse ndokush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, 하나님 나라에 ai nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. 분명히 Jezusi e tha shumë qartë: 하나님 Mbretëria e Perëndisë është afër, por njerëzit janë shumë të zënë me gjëra të tjera. Ne mund ta shohim qartë përpara syve tanë se mbretëria e Perëndisë është afër apo jo. 그런데 E megjithatë, 하나님 njerëzit nuk përgatiten për të hyrë atje.
Nëse nuk keni rilindur, nuk mund të hyni në mbretërinë e Perëndisë. 성경 에스겔 Le të shkojmë në Dhjetën e Vjetër, Ezekieli kapitulli 36. Është me një herë pas Jeremias. Ezekieli kapitulli 36. Ezekieli kapitulli 36. Do të doja të flisja pak për sfondin e këtij pasazhi dhe më pas do të lexojmë. Nëse shikoni këtu, $3.500 vjet më parë, 1500년 전에 kur Mojsiu i drejtoi izraelitët në këtë vend, ata morën ligjin në malin Sinai dhe më pas vazhduan. 한참 가서 Ata vazhduan dhe kaluan në një vend të quajtur Elath. 여기 갔을 때 Më pas, kur mbërritën këtu, dërguan spionën në tokën e Kanaanit. 보냈어요. Spionët u dërguan dhe u udhëzuan që të merrin informata për tokën. 갔다 오더니만은 Kur spionët u kthyen, ata morën me vete një vele gjigande rushi, që ishte aq e madhe sa që 2 persona duhej ta mbanin mes tyre me një putek. 땅은 젖과 꿀이 흐르는 Kjo gjë tregon se kjo tokë, e cila quhet toka ku rrjedh qumësh dhe mjaltë, kjo tokë e premtuar e Kanaanit, ishte jashtëzakonisht pjellore dhe shumë e mirë për bujqësi. Ishte një vend shumë i mirë për të jetuar, 우리가 공부한 대로 por sikundër e pam herën e fundit, 70년에 në vitin 70 pas Krishtit, Izraeli u shkatërrua. 그 후부터는 Pas këtij momenti, 완전히 kjo tokë u shkretua plotësisht. 황무지로 변했어요. 왜 그러냐? Arsyeja për këtë ishte se pas vitit 70 pas Krishtit, shiu ndaloi së rënin mbi këtë tokë. 현재도 그런 Njësoj ndodh edhe sot. Nëse shkoni në Izrael tani, do të zbuloni se bie shi disa herë gjatë dimrit, 내내 비가 por në pjesën tjetër të tij nuk bie shi, 여름철 가을 as në verë e as në vjeshtë. Thjesht nuk bie shi. Pra, për gjatë 1900 viteve të fundit, 동안에 toka u shkretua plotësisht. 이스라엘 민족을 여기 들어 Kur izraelitët hynë në tokën e Kanaanit, 아주 적 ajo ishte shumë pjellore. 가난한 땅이고 Ishte vendi ku rrithej qumësh dhe mjalt. 동안에는 그랬는데 Dhe kështu mbeti gjatë gjithë kohës që ata jetuan atje, por pasi u larguan, u shkretua. 그랬습니다. 그런데 이번에는 Tani, 또 이스라엘 izraelitët kanë filluar të kthehen përsëri në tokën e tyre dhe toka po bëhet përsëri pjellore. 그 이상하잖아요. A nuk është e çuditshme? 이스라엘 민족이 들어가서 살 동안 Ndërsa izraelitët banojnë atje, toka ishte pjellore. Kur u larguan, u bë e shkret. Tani që ata po kthehen, është bërë përsëri pjellore. 어떻게 하는 거냐고요. Kush po e realizon këtë? 36장 1. Le të lexojmë kapitullin 36, duke filluar me vargun 1. 인자야 너는 이스라엘 산 Ti bir njeriu, 이르기를 profetizo maleve të Izraelit dhe u thuaj: O male të Izraelit, dëgjoni fjalët e Zotit. 여호와의 말씀에 Kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se armiku ka thënë për ju, kodrat e përjetshme janë bërë prona jonë. Profetizo dhe thuaj, 했느니라. kështu thot Zoti, Zoti. 예언하여 이르기를 Po, duke qenë se kanë dashur t'ju shkretojnë. 그들이 너희를 황묵케 하고 Këtu termi ata i referohet jo hebrejve. 사방을 삼 Dhe t'ju glabërojnë nga çdo anë që të bëheni një zotërimi mbetjes së kombeve, dhe duke qenë se keni qenë objekt i bisedave të gjuhëve të këqija dhe i shpifjeve të njerëzve. 땅이 완전히 황 Pra, kjo do të thotë se toka e Izraelit ishte shkretuar plotësisht dhe ishte një objekt talje. Ishte përgojuar dhe tallur. Le të kapërcejmë tek vargu 7. Vargu 7. 그러므로 주 Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, 내가 맹세 unë ngrita dorën për betim. Kombet që më rrethojnë do të sjellin edhe ata turpin e tyre. 이번에는 Tani, 이스라엘이 회복하기 ndërsa Izraeli fillon të rimë këmbet, kombet që e rrethojnë do të turpërohen dhe sikletosen. 당한다 이 말입니다. Vargu 8. 그래, 그러나 Por ju, o malet e Izraelit, do të keni degët tuaja dhe do të mbani frytet tuaja për popullin tim të Izraelit. Po, ai është duke u kthyer. 그들의 올 Sepse ja, unë jam për ju, do të kthehem nga ju dhe ju do të punoheni dhe do të mbillni. 너희를 갈고 심을 것이며. Pra, vështroni se çfarë flet këtu. 그런데 이상하게도 Edhe pse mund të duket e çuditshme, toka e Izraelit, e cila ishte plotësisht e shkretuar, tani po bëhet jashtëzakonisht pjellore. 굉장한 옥토로 지금 변하고 있어요. 여러분 제 말을 Do të vazhdoj të shpjegoj të gjitha këto sot, 텐데 제 말이 por nëse nuk e besoni atë që po them, 관광 여행 mund të vizitoni Izraelin edhe ta shihni vetë. 하거든.
Nëse dëshironi ta shihni vetë, shkoni dhe vizitoni Izraelin. Por merrni edhe një Bibël me vete. Me Biblën në dorë, vështroni fushat atje. Në Evropë, ju do të shihni që njerëzit në Spanjë hanë mandarina nga Izraeli. Mandarinat izraelite janë të kuqe dhe vërtet të shijshme. Në Izrael ka fusha plot me ullinj. Toka është bërë shumë pjellore. Izraelitët kanë mbjell perime dhe grur. Sistemi i tyre bujqësor është shumë breslënës. E kam parë këtë gjë me sytë e mi. Dhe flas për këtë nga përvoja ime. Por më parë, toka e Izraelit ishte krejtësisht e shkretë. Dikur ishte një shkretë të tirë. Tani që Izraelitët janë kthyer në tokën e tyre, ajo po përtërihet. Tani shohim vargun 34. Ezekieli, kapitulli 36, vargu 34. Toka e shkretuar do të punohet, në vend që t'jeti një shkreti në sytë e të gjithë kalimtarve. Dhe do të thonë, kjo tokë që ishte e shkretuar është bërë si kopshti i Edenit, dhe qytetet e shkatëruara, të shkretuara dhe të rënuara, tani janë të fortifikuara dhe të banuara. Atëherë kombet që do të kenë mbetur rreth e qarkjush do të pranojnë që unë, Zoti, kam rindërtuar vendet e shkatëruara dhe kam mbjell tokën që ishte e shkretuar. Unë Zoti fola dhe do ta kryej. Le të mendojmë lidhur me kuptimin. Libri i Ezekielit u shkrua rreth 2550 vjet më parë. U shkrua në të njëjtën periudhë kohore me atë të profetit Jeremia. Në këtë varg thuhet se toka e Izraelit ishte e shkretë. Vargu thot se kjo tokë që ishte e shkretë do të bëhet si kopshti i Edenit. Do të bëhet si kopshti i Edenit. Kështu është tani. Do ta shihni këtë nëse shkoni dhe e shikoni. Pemë të panumërta janë mbjell në kodra. Fushat janë plot me të kora. Janë mbjell pemishte dhe portokalle dhe aromat e tyre mund të shijohen nga larg. Po bëhet një tokë jashtëzakonisht e bukur. Si ndodhi kjo gjë? Vështroni këtu. Afër detit të Galilejs, nëse udhëtoni në veri të detit të vdekur, mbërrini në detin e Galilejs. Deti i Galilejs është një liçe në ujë të ëmbël. Nuk është ujë i kripur, është ujë i ëmbël. Uji nga deti i Galilejs siguron ujë për ujitjen e të gjithë vendit. Nëse shkoni më në veri të detit të Galilejs, do të arrini në malin Hermon. Mali Hermon shfaqet në Bibël. Ky mal është rreth 3000 metra mbi nivelin e detit. Shkova atje në muajin prill dhe unë gjita në majën e malit. Kur shkuam në rreth 1/3 e rrugës atje në mal, gjetëm borë dhe gjithçka ishte e mbuluar. Kjo ndodhi në muajin prill. Më tutje mali ishte i mbuluar nga bora. Në anën perëndimore të malit ndodhet Libani. Në veri ndodhet Siria. Aty ka prani ushtarake dhe njerëzit shkojnë edhe për ski. Ndërsa po zbesni malin, hasëm në një ujvar të madhe. Aty kishte makina të parkuara dhe njerëz që ecnin, kështu që ecën pas tyre. Ne pam që bora kishte shkrirë dhe kishte krijuar një ujvar të madhe. Ishte një pamje mbreslënëse. Vështroni tani. Ky ujë rrjedh deri në detin e Galilejs. Nuk mund ta vizitoja, pasi nuk e lejoj në publikun e gjerë që të hyj atje. Por lexova në një libër se kanë instaluar një tub të madh lidhës atje lart në mal. Është një tub aq i madh sa që një kamion mund të hyjë dhe të dalë prej tij. Uji nga bora e shkrirë kanalizohet përmes tubit në një sistem të tërë tubacionesh që ujisin të gjithë vendin. Pra tani, edhe nëse nuk bie shi gjatë gjithë vitit, duhet që thjesht të ndezin çelësin dhe të gjitha fushat ujiten. Uji shpërndahet dhe bie në tokë. Le të mendojmë lidhur me këtë. Ky rajon ishte i thatë për 1900 vjet. Dielli shkëlqente mbi tokë dhe aty kishte azot. Pra nuk kishte nevojë për pleh, kishte nevojë vetëm për ujë.
Në këtë mënyrë aktivitetet bujqësore kanë lulëzuar. Ndërsa kaloni me makinë përtej fushave, pash të gjithë tokën të mbuluar me re pika shuji të krijuara nga shpërndarja e spërkatësve. 내리는 그런 광경을 봤습니다. Vështroni se çfarë thot këtu. Në vargun 35. 사람이 이르기를 Dhe do të thonë, kjo tokë që ishte e shkretuar është bërë si kopshti e Edenit. 동산같이 Dhe qytetet e shkatëruara, të shkretuara dhe të rënuara janë tani të fortifikuara dhe të banuara. 살이니. 자 여기 보세요. Shikoni se çfarë thot këtu. 그냥 막연하게 Mos e mendoni këtë në këtë mënyrë të turbullt. Këto fjalë që u shkruan 2500 vjet më parë, po përmbushen sot ashtu siç janë shkruar. 그대로 Le ta mendojmë në këtë mënyrë. 가령 이렇게 생각합니다. 니체가 말하던 Nietzsche tha se Perëndia ka vdekur dhe nuk ekziston. Por nëse do të ishte e vërtetë, 이 성경 a do të shkonin ngjarjet pikërisht ashtu siç thuhet në këto fjalë të Biblës? Si mendoni ju? A do të ndodhin ngjarjet ashtu siç thuhet në Bibël? A nuk ndodh që ngjarjet po shkojnë pikërisht ashtu siç janë shkruar? 말씀을 하신 Për shkak se këto fjalë të Biblës dhe Perëndia që i foli këto fjalë janë të gjallë. 그대로 이루어지는 거 아닙니까? A nuk është kjo gjë e vërtetë? 하나님이 A nuk është Perëndia i gjallë? 이 성경 Fjalët e Biblës janë të gjalla, apo jo? 수천 년 A nuk e vërteton fakti që këto fjalë u realizuan mijëra vjet pasi u shkruan? 증하고 있지 않습니까? Nëse shikoni këtu, në vargun 36 thot: Atëherë kombet që do të kenë mbetur rreth e qarkjush, do të pranojnë që unë, Zoti, kam rindërtuar vendet e shkatëruara dhe kam mbjell tokën që ishte shkretuar. Ju lutem përsëriteni pas meje. Unë, Zoti, fola 했으니 dhe do ta kryej. 이루리라. Shikojeni këtë. 보세요. Vargu thot: Unë, Zoti, duke qenë se Perëndia ka folur dhe ai tha se do ta bëj, sepse ai tha, unë do ta bëj. 그대로 이루어지고 Dhe tani kjo gjë po përmbushet. Mendoni lidhur me këtë. A ekziston Perëndia apo jo? Kjo është çështja këtu. 이 성경 말씀이 A janë fjalët e Biblës të vërteta apo jo? Këtë dua të them. Nëse do të shkoja tek çdo pasazh që lidhet me këtë çështje dhe do t'ja u shpjegoja të gjitha, do më duhej të flisja për një kohë shumë të gjatë. Por, edhe nga sa kemi lexuar deri tani, mund të shohim që Bibla është padyshim e vërtetë 진리고 dhe Perëndia që foli këto fjalë është një Perëndi i gjallë. 하나님은 살아계신 하나님이라는 거. Perëndia e krijoi këtë botë përmes fjalëve të tij dhe në mënyrë shkencore. Thënë ndryshe, ai krijoi gjithçka sipas ligjeve. 창조하셨다는 뜻이고 Perëndia po kontrollon historinë e njerëzimit në përputhje me fjalën e tij. 하나님 Kjo është shumë e qartë apo jo? 아주 분명하잖아요. Një ditë 그러니까 여러분 do t'ju duhet të takoheni me Perëndin. 인간은 하나님을 만나야 됩니다. Ne e lexuam këtë gjatë leksionit të mëparshëm, 그렇습니다만은 por në kapitullin 21 të zbulesës thotë: 하나님의 장막이 Ja, tabernakulli i Perëndisë me njerëzit. 하나님은 Dhe ai do të banojë me ta, dhe ata do të jenë populli i tij, 하나님이 dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndia e tyre. 그것이 영원 Ky është vendi ku Perëndia do të jetojë me njeriu. Ky është një referim ndaj botës së përjetshme të dashurisë. 만나야 됩니다. Një ditë çdo person duhet të takohet me Perëndin. 만날 때는 Kur ta takoni, 심판이 ose do të jetë çështje gjykimi, ose jeta e përjetshme. Do të jetë njëra ose tjetra. Edhe nëse ju pëlqen ose jo. 조건 Edhe nëse nuk ju pëlqen, nëse nuk e keni përjetuar shpëtimin e shpirtit tuaj, duhet të qëndroni përpara Perëndisë dhe të gjykoheni. 그래서 Por nëse fryma juaj ka rilindur, ju do ta takoni Perëndin me gëzim të jashtëzakonshëm dhe me një zemër të lumtur dhe mirënjohëse. 인간이 Ky është qëllimi i njeriut që ka lindur dhe ka jetuar në këtë botë. 바로 거기에 있는 거예요. Ne nuk jetojmë dhe vdesim dhe më pas vjen fundi. 그런 Jeta nuk është kaq e kotë. 허무한 것이 아니에요.
아닙니다. Le të shkojmë tek Ezekieli, kapitulli 37. 읽고 지나가겠습니다. Kapitulli 37, duke filluar nga vargu 1. 그래서 권능을 Dora e Zotit u ndodh mbi mua, më çoi jashtë në frymën e Zotit dhe më lëshoi në mes të një lugine që ishte e plot me kocka. 뼈가 가득하더라. Pastaj më bëri të kaloj afër tyre, rreth e qark dhe ja, ishin në sasi të madhe mbi sipërfaqen e luginës dhe ja, ishin shumë të thata. Më tha, bir njeriu, a mund të rijetoj në këto kocka? Unë u përgjigja, o Zot, ti e di. Më tha akoma, profetizoj këtyre kockave dhe u thuaj atyre, 이 모든 kocka të thata, dëgjoni fjalën e Zotit. 이 마른 뼈들아 Kështu ju thot Zoti Perëndia, këtyre kockave. 여호와께서 Ja, unë po fuste ju frymën dhe ju do të rijetoni. 하게 하리니 Do të vëmbi ju mishin dhe do t'ju mbuloj me lëkurë dhe do të shtjete ju frymën dhe do të jetoni. 이 속에 생기를 Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. 또 나를 여호와인 줄 알아. Profetizova ashtu si më ishte urdhëruar. Ndërsa profetizoja, pati një zhurmë. 소리가 Dhe ja, një tronditje. Pastaj kockat ju afruan njëra tjetrës. 서로 연락하더라. Ndërsa po shikoja, ja, ku u ritën mbi të dejet dhe mishi, 그리고 살이 që lëkura i mbuloi, 위에 가죽이 por fryma nuk ishte tek to. 없더라. Atëherë ai më tha, profetizoj i frymës, profetizo bir njeriu dhe i thuaj frymës, kështu thot Zoti Perëndia, frym e janë nga të katër erërat dhe fryj mbi këta të vrarë që të jetojnë. 하셨다 하라. Kështu profetizova si më kishte urdhëruar dhe shpirti hyri në to, 생기가 dhe u kthye në jetë, dhe u ngritën më këmbë. 일어나서 Ishte një ushtri shumë e madhe. 군대더라. Pastaj më tha, bir njeriu, këto kocka, çfarë janë këto kocka? Çfarë janë këto kocka të thata në luginë? Kur fryma hyri tek ata u ngritën. Por çfarë janë këto kocka? Ato janë të gjitha shtëpitë e Izraelit. Ato janë të gjitha shtëpitë e Izraelit. 말랐고 우리 Ja, ato thonë, kocka tona janë të thata, shpresa jonë është dukur dhe ne jemi të humbur. Prandaj profetizo dhe u thuaj atyre, kështu thot Zoti Perëndia, ja, unë do të hap varret tuaja, do t'ju bëj të dilni nga varret tuaja populli im, do t'ju çoj përsëri në vendin e Izraelit. 설교할 때 이 Shikoni se çfarë thuhet këtu. Ka njerëz që këto kohë predikojnë nga Ezekieli kapitulli 37 dhe shpjegojnë atë në kuptimin e frymës së një personi që vjen jetë pasi ka marrë hirin. Sigurisht që mund të përmbaj edhe atë rëndësi frymërore, 이 말씀은 por nuk është kjo ajo për të cilën flasin këto fjalë. 2000년 동안 온 세계에 흩어져서 Për 2000 vjet, Izraelitët ishin shpërndarë në përbot, pa një shtet të vetin. Në këtë situatë, ata ishin si kocka të thara. 나라와 Tani ata po kthehen dhe vendi dhe kombi i tyre janë rithemeluar. Për këtë gjë bëhet fjalë këtu. 말했잖아요. Thuhet qartësisht që Izraeli do të kthehej në këtë mënyrë apo jo? A nuk është qartësisht ajo çfarë po ndodh tani? Ky është një problem shumë i madh. 무슨 큰 Arsyeja se pse ky është një problem kaq i madh është se kthimi i izraelitëve në vendin e tyre ka domethënie në aspekte të ndryshme. Do të thotë se kthimi i Jezusit po afron. Do të thotë se mbretëria e qiejve është afër 하고 dhe do të thotë se fundi i kësaj bote është afër. 끝이 가까웠다는 뜻이기도 합니다만은 한 가지 큰 Por ka edhe një çështje tjetër që duhet marrë parasysh këtu. 이스라엘 Është plani i Perëndis që kur toka e Izraelit të rikthehet, 이 세상 사람들 Perëndia do t'i mbledhë së bashku të gjithë njerëzit në këtë botë, të gjithë ata që nuk kanë rilindur dhe do t'i gjykojë. Ky është plani i tij. 실 계획이 세워져 있는 겁니다. Ai ka plan për t'i gjykuar ata. 계시록 Shkojmë tek Zbulesa kapitulli 1. Zbulesa kapitulli 1, vargu 3. 300 Është në dhjatën e re, afër fundit të Biblës. Zbulesa kapitulli 1, vargu 3. E lexojmë së bashku. Luma ai që lexon dhe luma ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie
dhe që ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse koha është afër. 인난이 때가 가까움이라. 자, 여기 Le të marrim një bekim sot. Ju dëshironi që të merrni një bekim, apo jo? Duhet të jeni të sinqertë. 근데 사람들이 Por kur njerëzit flasin për bekim, ata shpesh e mendojnë atë në formë bestytnive, 그런 심리도 si për shembull të jenë me fat kur luajnë kumar. 수북이 남자 Ata flasin për bekimin e një jete të gjatë, të kenë shumë fëmijë, të jenë të shëndetshëm dhe shumë gjëra të tjera. 한 거 뭐 이런 여러 가지 복을 생각합니다. 그런 복 Por bekimet të tilla janë të pakuptimta. 왜 그러냐? Pse ndodh kjo? 우리의 연수가 Bibla thot, ditët e jetës sonë janë 70 vjet 10이라도 dhe për më të fortët janë 80 vjet. 의 자랑은 Megjithatë, mburja e tyre është vetëm mundim dhe pikëllim. 생을 살아가는 동안에 E gjithë jeta e një individi është e mbushur me mundim, pikëllim, telashe, shetësime dhe zemërim. 화내고 그러면서 그럭저럭 Ai mezi arrin të kaloj jetën dhe më pas kur I përkulet shpina dhe po I afrohet vdekjes, thot: jeta është pa kuptim. Gjithçka ka qenë e kotë. Ai është I pafuqishëm përballë vdekjes dhe duhet I dorëzohet asaj. 그냥 죽고 마는 것이 인생. Kjo është jeta. 그러니까 Mendoni, 여러분 그런 인생을 çfarë bekimi ka të jetosh një jetë të tillë? 무슨 복이 있어요, 뭐 복이. 돈 모아가지고 Çfarë kuptimi ka të bësh shumë para dhe të bëhesh I pasur? 학자가 되고 뭐 Çfarë kuptimi ka të studiosh shumë dhe të bëhesh I ditur? 간다고. Çfarë bekimi është ai? Sa do të zgjas? 우리 진짜 Por me qenë se bekimi I vërtet ekziston, le të përpiqemi ta marrim atë. Vështroni se çfarë thuhet këtu. 말씀을 Luma ai që lexon dhe luma ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse koha është afër. 복이 있나니 때가 가까움이라. 자 보세요. Vështroni tani këtë. 복을 받기 Njerëzit bëjnë gjithçka për të marrë bekime, 있습니다. por këtu ka një rrugë dhe mënyrë shumë të lehtë. 이 예 Ai thot, luma ai që lexon dhe luma ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie. Me qenë se thot, se ai që lexon dhe ata që dëgjojnë do të jenë të bekuar, le ta marrim këtë bekim sot. Ju lutem mos e merrni kaq lehtë këtë punë. Kjo është e vërtetë. Ju mund të merrni vërtet një bekim. 복을 받을 수 있습니다. Libri I zbulesës është shumë I vështirë për të kuptuar. Duke qenë se është shumë I vështirë, njerëzit priren ta shmangin leximin e tij. 하려고도 하지 않고 Madje edhe nëse e lexojnë, ata nuk arrin ta kuptojnë atë që thotë. 이 세상의 성경 Megjithatë, për librin e zbulesës janë bërë me shumë interpretime se për çdo libër tjetër të Biblës. 제일 Ndërkohë, këto interpretime janë edhe më absurdet. E megjithatë, ekziston një çelës që ndihmon për të zbuluar librin e zbulesës. 열려지는 꼭지가 하나 있어요. Ka një çelës që e zbërthen atë. 이 세면푸대를 Ashtu si një zinxhir ju lejon të hapni çantën pa asnjë problem. 풀릴 뿌리는 게 있어요. 계시록 5장 Shkojmë tek zbulesa kapitulli 5. Kapitulli 5. Do të lexoj duke filluar nga vargu 1. Pastaj pash në dorën e djathtë të atij që rinte ulur mbi front një libër të shkruar për brenda dhe për jashta, të vulosur me 7 vula. Dhe pash një angjëll të fuqishëm që shpalli me zë të madh. 시기를 누가 Kush është I denjë të hap librin dhe të zgjidh vulat e tij? 합당하냐 하니 자 얘기 Më lejoni ta shpjegoj këtë pasazh në sa vijoj më tutje. Këto janë gjërat që ai pa në një vegim, në një zbulesë. 하늘나라의 하나님 Perëndia ishte ulur kështu në fronin e tij në qiell dhe në dorën e tij të djathtë ishte një libër. 책 한 권이 Unë nuk e di se çfarë ishte shkruar në libër, por ai ishte I mbuluar me shkrim brenda dhe jashtë. 가득이 쓰여 있는 책이 하나 있습니다. Ky libër ishte I vulosur me 7 vula, 봉해져가지고 7 인을 딱 prandaj askush nuk mundi ta hapte. 하기 때문에 Kjo ishte vepër e Perëndisë. 책을 펼 수가 없어요. 하나님 하신 일이래요. 그다음에 Dhe tani vargu 3. 하늘 위에 Por kur kush, as në qiell, as mbi dhe, as në ndhe nuk mund të hapte librin e ta shihte atë. 할 이가 없더라. Edhe unë qaja shumë, sepse s'qe gjetur as një idenë që ta hapte dhe ta lexonte librin dhe as ta shoh. 내가 크게 울었더니 이 사도 요한이 Apostulli Gjon e mori këtë zbulesë ndërsa ishte në ishullin e Patmosit. 계시가 이제
Ai i pa këto gjëra si kundër, ato po ndodhnin në të vërtetë, dhe meqense nuk ishte njëri që të hapte librin apo të dinte për mbajtjen e tij, Gjoni qau me hidhërim. 그러니까 대성통곡을 했습니다. Atëherë, njëri nga ata që ishte pranë Perëndis, atëherë njëri nga ata pleqtë më tha: "Mos qaj, Luani i fisit të Judës, rënja e Davidit, fitoi të hap librin dhe të zgjidhë të 7 vullat e tij." 내가 또 Dhe pashë, në mes të fronit dhe të 4 qanieve të gjalla, 양이 있었는데 dhe në mes të pleqve, një qenq si i therrur. 예수님은 어린 양이라고 Ky qenq është Jezusi. 일찍 Jezusi është qenqi në këtë botë, 이 세상 오셔서 죽임을 당했습니다. i cili kishte 7 brirë dhe 7 sy, 눈이 있으니 që janë të 7 frymërat e Perëndisë, të dërguar në të gjithë dheun. Ai erdhi dhe mori librin nga dora e djathtë e atij që rrinte mbi fron. 오른손에서 책을 취하시니라. Jezusi erdhi përpara Perëndisë dhe e mori librin. Ai e mori këtë libër. 책을 받으니까 책을 취하심에 내 생물과 20 Dhe mbasi e mori librin, të 4 qenjet e gjalla dhe të 24 pleq të ranë përmbys përpara qengjit, 금대접 duke pasur secili një qeste dhe disa kupa ari, plot me erë të këndshme, të cilat janë lutjet e shenjtorëve. Dhe këndonin një këngë të re duke thënë: "Ti je i denjë të marrësh librin dhe të hapësh vullat e tij, 일찍 죽임을 sepse ti u there, 각족 dhe me gjakun tënd na bleve tek Perëndia nga çdo fis, gjuhë, popull dhe kombë. Dhe na bëre mbretër dhe priftër për Perëndin ton, 제사장을 dhe do të mbretërojmë mbi dhe." 해서 왕노릇 하더라. 예수님이 Kur Jezusi si qenq e mori librin, 그 주변에 둘러서 pleqtë dhe 4 qenjet e gjalla që ishin aty kënduan një këngë me zë të lartë. 노래를 부릅니다. Thë ndryshe, ata po lavdëronin Perëndin. 그다음에 Dhe tani vargu 11. 내가 또 Pastaj pashë dhe dëgjova zërin e shumëngjeve për qark fronit, qenieve të gjalla dhe pleqve. Dhe numri i tyre ishte 10 mira, 10 mirash dhe mira mirash. 하늘에 Pastaj ushtrit qellore të ëngjëjve filluan të këndonin bashkarisht. 무합창을 해요. Ata kënduan së bashku. 자, 그러니까 Ndërsa të 24 pleqtë dhe qenet e gjalla filluan të këndojnë së bashku, 뿔들이 합쳐서 노래 edhe ëngjët filluan të këndojnë me zë të lartë. 우렁창 소리로 또 노래를 부르요. Vargu 12. Që thoshin me zë të madh: "I denjësh qengji që u therr, të marrë fuqinë dhe pasurinë dhe diturinë dhe forcën dhe nderin dhe lavdin edhe bekimin." Dhe tani vargu 13. 그러니 하늘 위에와 Dhe dëgjova çdo krijesë që është në qiell, mbi dhe, nën dhe ato që janë në det dhe të gjitha gjërat sa janë në to, që thoshin: "Ati që ri ulur mbi fron dhe qengjit i qofshin bekimi, nderi, lavdia dhe forca në shekuj të shekujve." 하니 그다음에 Shikoni se çfarë thot këtu. 하늘 Çdo krijesë që është në qiell, mbi dhe, nën dhe ato që janë në det dhe gjithë gjërat sa janë në to. Çdo krijesë në botë po këndonte. Çfarë kuptimi ka kjo? Çfarë këngë mund të këndonte peshku në det? Çfarë këngë do kishin kënduar zogjtë në qiell? Çfarë këngë mund të ketë kënduar universi? Ndoshta ju mendoni se është e pa kuptim të thuar se të gjitha gjërat po këndonin. 쓸데없는 Por ka madje edhe një varg në Bibël që thotë se edhe yjet kënduan. 별들이 노래한다는 말이 있습니다. Atje te ndodhet një piano. Nëse do luanit në atë piano, ajo do të këndonte, edhe pse nuk ka jetë. 하지만 노래를 불러요. Kur kori këndon një himn, ata këndojnë në shoqërimin e pianos. 피아노 반주에 맞춰서 노래를 부르는 것입니다. Por ka një instrument muzikor që është shumë më i madh se pianoja. 굉장한 악기가 하나 있는 걸 저는 알고 있습니다. Unë e di këtë gjë me siguri. 왜냐하면은 이 Ky instrument është universi. 자, 여러분 Siç e përmenda edhe më parë në një leksion tjetër, 제가 어젠가 toka rrotullohet rreth boshtit të saj, ndërsa ecën përgjatë rrugës orbitale 운전하는데 dhe bën një zhurmë të jashtëzakonshme ndërsa vepron kështu. 저는 이 지구 Unë e kam dëgjuar zërin që lëshon toka ndërsa rrotullohet. Një herë shkova në kompaninë Curtis Machine, e cila atëherë ndodhej në Greenbelt, jo shumë larg nga Washingtoni në Shtetet e Bashkuara. Ishte një kompani që prodhonte satelit. 만드는 회사인데
Astronautët që kishin udhëtuar me një anije kozmike përtej atmosferës së tokës kishin realizuar një regjistrim të tingullit që bën toka, ndërsa rrotullohej në boshtin e saj, dhe kompania e kishte vënë në dispozicion për vizitorët që ta dëgjonin. Unë shkova atje dhe dëgjova zhurmën e rrotullimit të tokës. Kur shtypni tastet e pianos, çekiçet brenda I godasin telat dhe çdo tel lëshon një tingull të ndryshëm. Ka një tingull që toka bën ndërsa rrotullohet. Ka një tingull që bën Marsi ndërsa rrotullohet, dhe yjet në rrugën e qumshit bëjnë një tingull të ndryshëm ndërsa ata rrotullohen. Ekziston tingulli që ata lëshojnë ndërsa lëvizin përgjatë rrugëve të tyre orbitale dhe ndërsa rrotullohen rreth boshtit të tyre. Pra, secili bën tingullin e tij të veçantë në varësi të pozicionit të tij. Besoj se ky është tingull shumë I bukur dhe më madhështor se sa tingulli që del nga pianoja. Nuk ka dyshim se nga këndvështrimi I Perëndisë, nuk është gabim të thuhet se bota natyrore këndon gjithmonë. 노래 부른다는 말이 틀림이 없습니다. 자, 이제 여러분 Kur Jezusi, biri I Perëndisë, mori shkrimin e volosur përpara Perëndisë, 을 받으실 때에 çdo krijesë që është në qiell, 24 pleqtë, qeniet e gjalla dhe engjëjt kënduan. I gjithë krijimi po këndonte. 노래 부른다는 이것은 Kjo ndodhi sepse kjo ishte një ngjarje shumë e madhe. 너무도 엄청나다 이 말입니다. Ata po këndonin sepse kjo ishte një ngjarje shumë e jashtëzakonshme. 그러는 거예요. Për çfarë ishte kjo? 그게 뭐냐 이 말이에요. Tek Zanafilla, kapitulli 1, vargu 28, 보면은 lexojmë se Perëndia I dha dikujt sundimin mbi botën që kishte krijuar. Kujt ja dha? 누구에게 왕권을 맡겼다고 해서 누구에게 맡겼습니까? Ai ja dha Adamit, apo jo? 아담에게 맡겼죠. Por më pas, Adami e flaku. 아담이 팔아먹어 버렸어요. Kur Adami hoqi dorë nga sundimi mbi këtë botë, 몽땅 팔아먹은데 kush e mori atë në kontroll? 누가 이 세상을 맡았습니까? Kush ishte? Ishte djalli, apo jo? 마귀가 맡았잖아요. Kjo botë ju dorëzua djallit dhe u bë e tija. 마귀에게 넘어가서 마귀의 것이 돼 있어요. Pra, 그래서 kur Jezusi, Adami I dytë, të vijë përsëri, 이 세상을 do ta rimarr botën që Adami ja pati dorëzuar djallit. 하나님이 오실 때에 이걸 다시 찬다 이 말입니다. Pra, çfarë ishte ky libër që ishte në dorën e djathtë të Perëndisë? 들려 있는 책은 Ky libër I vulosur përmbante detajet e botës që ishte dorëzuar djallit. 마귀에게 팔아넘겨진 그 내용을 써놓은 겁니다. Duke qenë se përmbante detaje të tilla, Jezusi do t'i thyente vullat e librit një nga një, do të shikonte detajet, do t'i paguante çmimin djallit dhe do ta rimerrte këtë botë. 예수님이 Ky është kuptimi. 도로 찾는다 그 뜻입니다. Pra, bota, 자, 그러니까 që ka qenë në kontrollin e djallit, duhet I dorëzohet Perëndisë. 하나님 것으로 Jezusi është Perëndi, apo jo? Kjo është arsyeja se pse 24 pleqtë, qeniet e gjalla, ushtrit angjëllore, njerëzit dhe gjithë krijimi kënduan fuqishëm. 물들과 천군 천사들과 사람들과 모든 만물이 Kënga që ata kënduan duhet të ketë qenë jashtëzakonisht e fuqishme dhe e rëndësishme. 그러니까 여러분 그 노래가 얼마나 우렁차고 중요한 노래인 것입니까? Shkojmë tek Romakëve, kapitulli 8. 로마서 8장 한번 찾으세요. Romakëve, kapitulli 8, vargu 19. Romakëve, kapitulli 8, vargu 19. Ndodhet në dhjatën e re. Vargu 19. Sepse dëshira e flaktë e krijesës pret me padurim shfaqjen e bijve të Perëndisë. Sepse krijesa ju nënshtrua kotësisë, jo me vullnetin e vet, po për shkak të atij që e nënshtroi, me shpresë që vetë krijesa të çlirohet nga skllavëria e prishjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndisë. 영광의 자유에 이르는 것이니라.
Sepse e dim se deri tani, mbar bota e krijuar rënkon dhe është në mundim. 함께 고통하는 것을 우리가 Vështroni se çfarë thuhet këtu. Krijimi, këtu i referohet gjithçkaje që është në univers. 하는 것입니다. I gjithë krijimi po rënkon dhe është në vuajtje. 하고 있습니다. Çfarë do të thotë kjo? 안식하고 고통한다는 말이 무슨 말이냐? Është kalbur, mbanerë të keqe dhe ka mbërritur tek mbjetesa e më të fortit. 들판에 가서 아름다운 Imagjinoni një fushë plot me lule të bukura ku ka klisma shqetësimi që burojnë nga poshtë tyre. 그 가만 보면 Hithi një vështrim nga afër dhe shihni se një gjarpër ka kapur një bretkos dhe pegëlltit. Ky është një tingull i rënkimit. 해동치 안에 Kur njerëzit vendosin ushqim për zogjtë në folejnë poshtë çatisë së tyre për të kapur një zog, ata e dëgjojnë duke cicëruar ndërsa e kapin dhe mendojnë se zogu po këndon, por në fakt ai po qan. 가지고 Zogu po qan sepse është kapur, por është i këndshëm për veshin, prandaj njerëzit kënaqen duke e dëgjuar. Kushtu ndodh edhe me tingullin e rënkimit. Kur shihni një zog të vogël që ciceron në një obor, duket shumë i këndshëm dhe i admirueshëm. 이쁘고 사랑스럽고 Por nëse do të kishte ngordhur, 어쩌다 죽은 përbën një pamje shumë të pakëndshme për tu parë. 남의 잎사귀들은 Kur gjethet bien nga pemët, 썩고 ato kalben dhe lëshojnë një erë të keqe. 요즘 이 세상은 Uji në botë sot është i ndodhur për shkak të ndotjes. 공개되고 그냥 모든 Gjithë krijimi është duke rënkuar dhe është i smur. 게 있어요. 이게 왜 그런지 Pse ndodh kjo? 단식하는 겁니다. Po rënkon, por cila është arsyeja? Meqense i gjithë krijimi është në kontrollin e djallit, i gjithë krijimi po rënkon. 근데 이 Me që i gjithë krijimi po rënkon dhe po vuan, ai mezi pret diçka. 있습니다. Po pret për diçka. Çfarë pret? 여기 보세요. Vështroni se çfarë thot këtu. Vargu 19. Sepse dëshira e flakt e krijesës pret me padurim shfaqjen e bijve të Perëndis. 하나님의 I gjithë krijimi është duke pritur shfaqjen e bijve të Perëndis. Pra, siç e shpjegova në leksionin e dytë, 제가 në rrjedhën e historisë që përfshin kohën tonë, Perëndia mbolli një farë. 하나님이 한 씨를 Ajo farë ishte biri i tij, biri i tij i vetëm lindur. 가지고 Historia është proces i lindjes së shumë bijve të Perëndis me anë të tij, domethënë nëpërmjet Jezusit. 아들을 낳아가시는 과정이라 그랬죠. 그래서 Pra, 그 하나님의 pasi numri i bijve të Perëndis të plotësohet, 이 i gjithë krijimi në këtë botë do të çlirohet. 해방이 오는 거예요. Të gjithë do të çlirohen. 이 모든 Për këtë gjë po pret i gjithë krijimi. 기다린다. Kështu thuhet këtu. 다시 한번 읽어봐요. Le ta lexojmë sërish. Vargu 19. 우리의 고대하는 바는 Sepse dëshira e flaktë e krijesës pret me padurim shfaqjen e bijve të Perëndis. 그다음에 21절. Dhe vargu 21. 그 바라는 Me 것은 shpresë që vetë krijesa të çlirohet nga skllavëria e prishjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndis. 자유에 이르는 것이라. 자, 그러면 Kur të përmbushet numri i bijve të Perëndis, të njerëzve që rilindin, të njerëzve frymat e të cilave janë shpëtuar, atëherë bota do të gjykohet. 그 사람들의 숫자가 차버리면은 Kur Jezusi të rikthehet, 예수님 kjo botë do të ripërtërhihet plotësisht. 세상이 완전히 복고가 돼 버립니다. Mallkimi do të thyhet 풀리고 dhe gjithçka që kalbet dhe mbanet të keqe do të zhduket. Këtë gjë pret i gjithë krijimi. Pra, përmbushja e plotë e gjithë kësaj lidhet me numrin e njerëzve të shpëtuar që po plotësohet dhe me rikthimin e Jezusit. 차는 것하고 예수님이 재림하시는 것하고가 결부되어 있습니다. Shkojmë tek zbulesa kapitulli 5. Si thashë edhe më parë, kur Jezusi të kthehet për të rimarrë këtë botë që i është dorëzuar djallit, 이제 ai do të hapë këtë libër. 뭉겨버린 이 세상을 예수님이 도로 찾으시려고 이 세상에 오실 때에 Ndërsa ai zgjidh vulat një nga një 그 dhe hap librin, çmimi do t'i paguhet djallit. 하나씩 떼면서 책을 펴면은 Çmimi do të paguhet. 우리에게 값을 주게 돼요. Çmimi do t'i paguhet djallit 값을 주게 됩니다.
dhe Jezusi do të arrimar përsëri botën. 그리고 이걸 도로 찾습니다. 그래, Më lejoni t'ju bëj një pyetje. 여러분 물어보십시다. Kur Perëndia ja paguan çmimin djallit, cili është ai çmim? 무슨 값을 주시겠습니까? Cili do të jetë ai çmim? 주시겠냐고요? Çmimi do të jetë gjykimi. Prandaj, ndërsa vulat thyhen një nga një, gjykimi i botës do të fillojë të shpaloset. 세상의 심판이 Ky është kuptimi. 그 말입니다. Zbulesa kapitulli 6. Kapitulli 6 vargu 1. 1절입니다. Pastaj pashë, kur qengji hapi të parën nga 7 vulat, dhe dëgjova një nga 4 qenjet e gjalla që thoshte si me zë bubullime, e ja e shiko. Dhe unë pash, dhe ja, një kal i bardhë. 내가 이에 Dhe ai që e kaleronte kishte një hark, dhe ati ju dha një kuror, dhe ai doli jashtë si fitimtar dhe për të fituar. 또 이기려고 하더라. Këtu, 자, 여기 Jezusi, qengji, 예수님이 mori rrotullën dhe hapi një nga vulat, 인 하나를 dhe kur e bëri këtë, u shfaq dikush me një kal të bardhë. 정말 흰날 탄자가 탁 U shfaq dikush me një kal të bardhë dhe ai kishte një hark. 탄자가 나오는데 Harku përdorej shumë kohë më parë si armë. Ai kishte një hark dhe vargu thot, ai doli si fitimtar dhe për të pushtuar. 이기려고 하더라. Kështu ky njeri mbi kal të bardhë do të jetë tema jon e sundimit tani. 주제입니다. Ai është antikrishti. 하면 저 그리스도입니다. Ai do të dalë si fitimtar dhe për të pushtuar, por nuk do të ketë sukses. 그 흰말 Ky burr mbi kal të bardhë do të imitojë Jezusin, pasi edhe Jezusi do të vijë me një kal të bardhë. 첫째가 Pra, vula e parë, ju lutem shikoni këtu. 시작이 어땠어? Mundimi 7 vjeçar, 시작이 kur do të fillojë? Do të fillojë me ardhjen e antikrishtit. 시작이 됩니다. Do të fillojë kur të shfaqet antikrishti. Tani vula e dytë, 그다음에 둘째인 vargu 3. 3절 Kur ai hapi vulën e dytë, dëgjova qenien e dytë të gjallë që thoshte, eja dhe shiko. 오라 하더니 이에 Atëherë doli jashtë një kal tjetër i kuq. Dhe ai që kaleronte ju dha të hiqte paqen nga dheu që njerëzit të vrasin njëri tjetrin. 서로 Dhe ju dha atij një shpatë e madhe. 전쟁입니다. Këtu flitet për luftë. 그러니까 Vula e dytë u thye dhe u tregua çmimi që duhej paguar. 이게 뭐냐? Dhe kush ishte ky çmim? Ishte lufta. 그러니까 이 7년 Nuk i dim numrat e saktë, por gjatë këtij mundimi 7 vjeçar, 세상 사람 rreth 2/3 të njerëzve në këtë botë do të vdesin. 죽을 겁니다. Do të shpërthejë një luftë e tmerrshme. 무시한 전쟁이 Ky është çmimi që do t'i paguhet djallit. 마귀에게 지불하는 값입니다. Tani, vula e tretë, vargu 5. 5절입니다. Dhe kur ai hapi vulën e tretë, dëgjova qenin e tretë të gjallë që thoshte, eja dhe shiko. 하기로 Dhe pash dhe ja, një kal i zi. 검은 말이 Dhe ai që e kaleronte kishte një peshore në dorën e tij. 나무를 가졌더라. Dhe dëgjova një zë në mes të 4 qenieve të gjalla duke thënë, 나는 두 një kejnik guri për 1 denar, dhe 2 kejnik elbi për 1 denar. 데나리온에 Këtu flitet për zi buke, një zi buke. 1 denar është një shumë e madhe parash, 많은 돈인데 por thot se kjo do të paguhet për 1 kilogram grur, ose 3 çerek kilogrami elb. Një zi e madhe do të ndodhë gjatë mundimit. 굉장히 Njerëzit nuk do të mund të përballojnë të blejnë ushqim edhe me një shumë të madhe parash. Do të ndodhin tërmete. Nuk e di nëse jeni të vetëdijshëm se sa tërmete ndodhin në këtë botë. 아시는지 모르겠습니다. Një numër i madh njerëzish vdesin çdo vit nga tërmetet. 해마다 지진으로 말미암아 죽는 사람이 숫자가 굉장히 많습니다. Këto tërmete po ndodhin në Amerikën e Jugut, përgjatë bregut të paqësorit, në bregun perëndimor të Shteteve të Bashkuara, edhe deri në Alaskë. Ata ndodhin në të gjithë Japoninë, deri në jug në Kinën kontinentale. Ata ndodhin në të gjithë Oqeanin Indian dhe në vende të tilla si Turqia, Irani, Greqia dhe në zonën e Ukrainës. 라든지 그 우크라이나 Një numër i madh tërmetesh vazhdojnë të ndodhin, 많은 지진이 지금 일어나서 edhe si pasojë vazhdojnë të ketë shumë viktima nga këto tërmete. 생기고 있습니다. Ashtu si shpjegova në leksionin e parë të këtyre leksioneve, kur lava nëntoksore largohet dhe shpërthen më pas në sipërfaqe, ajo shndërrohet në një shpërthim vulkanik. 그 화산이고 Dhe një shpërthim i këtill mund të sjellë lëkundje toke. Ka edhe shkaqe të tjera, siç është në veçanti lëvizja e pllakave tektonike. Unë nuk di shumë rreth kësaj,
por gjithçka lidhet me lavën e shkrirë dhe me grumbullimin e gazrave në sipërfaqen e tokës. Këto dukuri do të ndodhin vazhdimisht gjatë kohës së mundimit. Për më tepër, zemrat e njerëzve do të bëhen jashtëzakonisht të këqija. Ata janë bërë tashmë të këqij, por zemrat e tyre do të bëhen jashtëzakonisht të këqija. Në të ardhmen, ka shumë mundësi që të ndodhin shumë ngjarje të tmerrshme dhe në mes të njerëzve të njëjtit vend. Kjo pasi ushqimi pakësohet dhe jeta bëhet jashtëzakonisht e vështirë. Zemrat e njerëzve do të bëhen gjithnjë më të këqija dhe ky është drejtimi ku njerëzit e kësaj bote po shkojnë tani. Të gjitha këto dukuri janë të lidhura me gjykimin e botës. Shkojmë tek Zbulesa kapitulli 13. Zbulesa kapitulli 13. Do të filloj të lexoj nga vargu i parë. Dhe unë dala mbi rërën e detit, dhe pas të ngjitej nga deti një bishë, që kishte 10 brirë dhe 7 krerë, dhe mbi brirë 10 kurora dhe mbi krerë emra blasfemie. Këtu kemi një dukuri shumë të çuditshme. Një krijesë doli nga deti dhe ajo ishte një bishë. Ai kishte 7 krerë në trup dhe kishte 10 brirë. Thuhet se kjo bishë e çuditshme doli. Le të lexojmë më tej për të parë se çfarë është kjo bishë. Dhe bisha që pash i ngjante një leopardi. Të gjitha pjesët më të frikshme të këtyre kafshëve janë vendosur së bashku këtu. Këmbët e saj ishin si të ariut. Këmbët e ariut janë të gjata. Ato janë pjesa më e frikshme e një ariu, dhe goja e saj si ajo e luanit. Goja e luanit është shumë e madhe. Dhe tregoi dha asaj fuqinë e vet, fronin e vet dhe autoritet të madh. Tregoi është Satani. Bisha shërben si përfaqësues i Satanit. Ai është përfaqësues i Satanit dhe vjen me autoritetin e tij. Dhe pash një nga krerët e saj si të plagosur për vdekje, por plaga e saj vdekjeprurse u shërua, dhe gjithë dheu u mrekullua pas bishës. Pra bisha imiton Jezusin. Jezusi vdiq dhe më pas u ringjall nga të vdekurit pas 3 ditësh. Kështu bisha do të thotë: ja, unë jam Krishti. Ai është antikrishti. Antikrishti. Bisha nuk është fjalë për një bishë. Ai është njeri. Ai është antikrishti. Më pas në vargun 4 thot: dhe adhuruan dragojin që i dha autoritet bishës dhe adhuruan bishën duke thënë: kush i ngjan bishës? Kush mund të luftojë kundër saj? Dhe ju dha një gojë që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi. Dhe ju dha pushtet të veprojë për 42 muaj. Me gjithë njerëzve të lindur ndonjëherë për gjatë historisë, ky njeri do të flasë në mënyrën shumë më bindëse. Duke qenë se flet në këtë mënyrë, të gjithë do ta ndjekin. Të gjithë njerëzit e botës. Vargu 6. Dhe ajo hapi gojën e vet për të blasfemuar kundër Perëndis, për të blasfemuar emrin e tij, tabernakullin e tij dhe ata që banojnë në qiell. Dhe ju dha të bëjë luftë kundër shenjtorëve dhe timundë. Shikoni se çfarë thot këtu. Dhe ju dha pushtet mbi çdo fis. Çdo fis. Këta janë të gjithë popujt e botës, gjuhë dhe kombë. Këto janë të gjitha kombet e botës. Ai do të sundojë mbi këtë botë. Kur të vijë ajo kohë, bota do të qeveriset nga një qeveri e vetme. Do të krijohet një federatë botërore e kombeve. Një federatë botërore. Kjo do të thotë se çdo vend do të ketë qeverinë e vet, por ata do të qeverisen nga një qeveri botërore. Kështu ai do të jetë president. Kush është ky njeri? Le të shkojmë së bashku në Dhjetën e Vjetër tek libri i Danielit kapitulli 7. Danieli vjen pas Ezekielit, të cilin po lexonin më parë. Danieli kapitulli 7. Danieli kapitulli 7. Do të lexoj duke filluar nga vargu 15. Vargu 15. Sa për mua, Danielin, fryma ime mbeti e brengosur në mbështjelljen e trupit, dhe vegimet e mendjesime më turbulluan. Ju afrova njërit nga ata që ishin aty afër dhe e pyeta mbi të vërtetën që lidhej me tërë këtë punë.
Dhe ai më foli dhe më bëri të njohur interpretimin e atyre gjërave. Këto kafshë të mëdha, që janë 4, përfaqësojnë 4 mbretër. Danieli pa 4 kafshë dhe ato 4 kafshë përfaqësojnë 4 mbretër. Ata janë njerëz, 4 mbretër. 네 왕이라. Vargu 17. 17절에 Këto kafshë të mëdha, që janë 4, përfaqësojnë 4 mbretër që do të dalin nga toka. Pastaj shenjtorët e shumë të lartit do të marrin mbretërinë dhe do ta zotërojnë për jetë, në përjetësi. Atëherë dëshirova të mësoj të vërtetën lidhur me kafshën e 4. Bisha që shfaqet tek Zbulesja kapitulli 13 është bisha e 4. Bisha e 4. Atëherë dëshirova të mësoj të vërtetën lidhur me kafshën e 4, që ishte ndryshe nga të gjithë të tjerat dhe jashtëzakonisht e tmerrshme. Me dhëmbë prej hekuri dhe me thonjë pe bronci që hante, thërmonte dhe shkelte me gajm kusurin dhe lidhur me 10 brirët që kishte mbi kokë. Ne lexuam për 10 brirët më herët apo jo? Dhe lidhur me bririn tjetër që i dilte dhe përpara të cilit kishin rënë 3 brirë. Do me thënë, briri që kishte sy dhe gojë për të thënë gjëra të mëdha dhe që duke më i madhi se brirët e tjerë. 강하여 보이는 것이라. Unë shikoja dhe po ky bri bënte luftë kundër shenjtorëve dhe i mundte, derisa arriti i lashti i ditëve dhe ju dha drejta shenjtorëve të shumë të lartit, dhe erdhi koha në të cilën shenjtorët zotëruan mbretërinë. 내가 이름의 성도가 나를 얻었다. Dhe ai më foli kështu: 신자가 이처 Kafsha e 4 do të jetë një mbretëri e 4 mbi tokë. 그 땅의 넷째 나라 4 kafshët janë 4 mbretër, dhe thotë se bisha e 4 është një mbretëri e 4 mbi tokë. 넷째 짐승은 땅의 넷째 나라. Do të jetë ndryshe nga të gjithë mbretëritë e tjera, dhe do të hajë tër tokën, dhe do të shkelë dhe do ta thërmojë. 떨릴 것이라. Tani shikoni vargun tjetër. 그다음 보세요. 10 brirët janë 10 mbretër që do të dalin nga kjo mbretëri. 그래서 일어날 열 왕이요. Le të lexojmë deri këtu. Mendoj se kjo kërkon një shpjegim. 여기 보세요. Hirini një sy tani. Kur Jeruzalemi ra, rreth vitit 600 para Krishtit, këtu filloi koha e jo hebrejve, apo jo? 때가 시작됐다 그랬죠. Kohët e jo hebrejve vazhdojnë derisa Jezusi të kthehet përsëri. 했는데 Këtu thuhet se që në fillim të kohërave të jo hebrejve, 4 mbretër dhe 4 perandori do ta sundojnë mbi këtë botë. 세계를 지배해가는 그런 나라가 되는 것을 말합니다. Perandoria e parë në mes tyre ishte Babilonia. Babilonia ndodhej në rajonin e Irakut të sotëm, i cili u përfshi në luftën e Gjirit. Iraku është vendi ku gjendej Babilonia e lashtë. 아그다트라는 그 Bagdadi, kryeqyteti i Irakut, është vendi ku ka qenë qyteti i Babilonisë. 쌓았던 곳입니다. Nga atje, një mbret i quajtur Nebukadnesar sundoi mbi të gjithë botën e njohur. 세계를 지배했습니다. Mbi të gjithë botën e njohur. Ky ishte djepi i qytetërimit. 점령을 했는데 Ai pushtoi gjithë këtë rajon, si dhe Jeruzalemin. 그래서 이스라엘 Si rezultat, izraelitët u çuan robër në Babiloni. 두 번째 Perandoria e dytë ishte ajo e Persisë. Ishte Persia. Kjo është Irani i sotëm. Mbreti Kir i Persisë u ngrit dhe shkatroi Babiloninë. 나가지고 이 바벨론 Persia mori frenat dhe pushtoi të gjitha vendet që kishin qenë në sundimin e Babilonisë. Kjo është bisha e dytë. 두 번째 짐승입니다. 세 번째 Bisha e tretë është Greqia. Në sundimin e Aleksandrit të Madh. Aleksandri i Madh luftoi kundër Persisë për një kohë të gjatë dhe në fund e mori. 그리고 이 Ai sundoi mbi të gjitha rajonet në atë kohë. 점령했습니다. 알렉산더 대왕 Aleksandri mori ushtrinë e tij dhe luftoi deri në Indi, 하다가 por më pas u smur dhe vdiq. 알렉산더 대왕은 Aleksandri ishte filozof. 33 Ai vdiq në moshën 33 vjeçare dhe perandoria greke u nda në 3 shtete të veçanta. 그 네 나라 중에 Njëra nga këto 3 shtete u pushtua nga Roma. 로마 이태리 로마가 Roma është mbretëria e 4. 제 나라입니다. 이 이태리 로마는 Jul Cezari i Romës fillimisht ndoqi një sistem politik të përqendruar tek senati. 하고 원로원들이 폼페우스라든지 Ai formoi një triumvirat senatorësh duke përfshirë Pompein, por më pas dy udhëheqësit e tjerë vdiqën dhe Jul Cezari mori kontrollin e Romës. Më pas ai u vra. 암살 Pas vrasjes së tij, mbretëroi djali i tij i adoptuar. Në Bibël ne shohim se ishte Cezar Augusti, ai që ishte në pushtet në kohën e Jezusit.
Tek Luka kapitulli 2, lexojmë se Jezusi lindi gjatë mbretërimit të Cezar Augustit. 탄생했습니다. 그래서 Pra Roma është mbretëria e katërt. 네 번째 나라입니다. Më pas, Roma u sulmua nga perandoria osmane, 오토만 por nuk u shkatërrua. Roma e lashtë do të ngrihet edhe një herë në Evropë. 유럽이 옛날 로마가 다시 일어납니다. Kjo do të jetë ringjallja e Romës. 부활입니다. Roma e lashtë do të ngrihet përsëri. 로마가 다시 일어나는 것입니다. Tek Danieli kapitulli 2, ne zbulojmë se mbreti pa një ëndër për një shëmbëltyrë të madhe. 거대한 우상 꿈을 꾸었는데 Koka e saj ishte prej arit të kulluar dhe përfaqëson Babilonin. 바벨론이고 Gjoksi dhe dy krahët e tij përfaqësojnë Persin. 양팔은 페르시아고 Barku dhe kofshët e saj janë Greqia 헬라고 dhe dy këmbët e saj janë Roma. 두 다리는 로마입니다. Pastaj në fund, 그다음에 밑에 imazhi kishte 10 gishta. Kishte dy këmbë dhe 10 gishta. Ata 10 gishta përfaqësojnë 10 kombe. Këto 10 kombe do të bashkohen si një komb. 열 나라로서 합쳐진 한 나라가 돼요. 여러분. Këto fjalë, të cilat u shkruan 2000, 2500 dhe 3000 vjet më parë, 말씀이 tani po përmbushen pikërisht përpara syve tanë. 보이게끔 나타나고 있지 않습니까? Ashtu si një tren që futet ngadalë në stacionin e tij të fundit, 거의 기차가 historia po ecën në rrugën e saj përfundimtare. 푹푹거리며 들어오는 것과 마찬가지로 아주 힘겹게 가고 있는 이 역사입니다. 여러분, Ndërsa jetojmë në këto kohë, 우리가 cili është problemi kryesor me të cilin duhet të përballemi? 모든 것이 Që të gjitha këto gjëra dëshmojnë se mbretëria e Perëndisë është afër. 것을 입증하고 있는데 Për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë, 하나님의 나라에 들어가려면 ju duhet të keni përvojën e rilindjes, 영혼이 구원받는 përvojën e shpëtimit të frymës suaj. Le të lutemi së bashku. 다 같이 머리 숙이십시오. Kam një pyetje për secilin prej jush. 묻는데요. Ju lutem, përgjigjuni me ndërgjegje, pavarësisht se çfarë do të thotë dikush tjetër. A e keni përjetuar ndonjëherë përvojën e rilindjes, duke arritur të kuptoni të vërtetën në fjalën e Biblës? 거듭난 체험을 했습니까? Nëse jo, 만일 그것이 없으면은 nuk mund të hyni në mbretërinë e Perëndisë. 들어갈 수 없습니다. Meqense kjo është çështja me të cilën po merremi me anë të këtyre leksioneve, shpresoj se do t'i dëgjoni këto fjalë me gjithë zemër. 이 말씀을 들으시길 바랍니다. Perëndi i shenjtë, ne të falenderojmë. 감사합니다. Ne jemi të paditur dhe të ngadaltë për të mësuar, por lutemi që ti do të na bësh të kuptojmë të vërtetën në fjalën tënde ndërsa e lexojmë. 안타까운 마음으로 이 말씀을 전하고 Ne po e predikojmë fjalën tënde me shumë zell. 이 모든 일을 성령으로 Zot, të lutemi të kujdesesh për këtë proces dhe na drejto përmes frymës së shenjtë, me qëllim që dera e zemrave të atyre që dëgjojnë të mund të hapet dhe ata të pranojnë zërin tënd në zemrat e tyre. Ne lutemi që do të kujdesesh për pjesën tjetër të kohës që kemi së bashku dhe lutemi në emrin tënd. Amen.